Qeni im filloi të sillej çuditshëm me gruan time, ajo që zbulova do t'ju trondit. Kur gruaja ime u sëmur, labradori im besnik u bë kujdestar i saj i vazhdueshëm, duke mos u larguar kur nga ana e saj. Edhe pasi ajo u shërua, gjitja e tij u përshkallëzua. Të shqetësuar dhe të hutuar, kërkuan përgjigje, vetëm për të zbuluar një zbulim tronditës që shkatëroi martesën tonë dhe ndryshoi jetën tonë përgjithmonë. Nuk e mendova kur se do t'isha ulur në verandën time, duke parë një perëndim dielli ndërsa përpiqesha të përballesha me prishjen e martesës sime. Jeta ka një mënyrë të çuditshme për të hedhur topa të lakuar, dhe sot isha pikërisht në rrugën e një topi të tillë. Gjithçka filloi disa javë më parë. Alicia, gruaja ime, kishte qenë gjithmonë një tip i kujdesshëm. Ai kishte një talent për ta bërë shtëpinë tonë të ndiej si një shtëpi e mbushur me ngrohtësi dhe dashuri. Pastaj ajo u godit nga një virus i keq në stomak. Doli nga askund dhe rrëzoi, duke lënë të raskapitur. Rocky, labradori ynë 3 vjeçar, u bëja e saj gjatë atyre ditëve. Ai refuzoi të largohej nga ana e saj, edhe kur u përpoqja ta bindje të largohej me lodrën e tij të preferuar. Pasi Alicia u shërua, sjellja e Rockit nuk u kthye në normale. Nëse kishte ndonjë gjë, ajo u intensifikua. Ai do